kemi një ngritje të aspektit të konfiskimit të llojeve të drogave të ndryshme, edhe natyrisht se grupet kriminale kanë tendencë të përhapjes saj. Prezenca e kokainës në vend natyrisht është rrit për një përqindje mund të themi dikon afër 30 deri në 40%, më shumë se në vitet paraprake. Viti 2025, nëse e krahasojmë në aspektin statistikor me vitet e kaluara, spaku me vitin e fundit, kemi një ngritje të aspektit të konfiskimit të llojeve të drogave të ndryshme. Kjo mund të jetë është si faktori i punës që është bërë nga aspekti policor, por natyrisht se edhe tendencat e përhapjes së drogës në vend, por edhe në region edhe më gjerë, janë në rritje sipër. Nëse e shohim pse është rritja e sasive të konfiskume, e përmendet faktin që mbo hetime, po në anën tjetër apo prodhohet më shumë, apo shitet më shumë. Faktori por kryesor realisht është që Policia e Kosovës ka ndërmarrë veprime dhe i ka arrit burimet njerëzore brenda, ka shtu kapacitetet e veta në luftimin e kësaj dukurie. Natyrisht se me kalimin e kohës ne edhe kemi kriju një aspekt përgatitjes profesionale më të madhe në ndjekjen e këtyre veprave penale dhe po në anën tjetër, siç e përmenda, tendencat e përhapjes së drogës në vend nga grupet kriminale, jo vetëm brenda territorit të Kosovës, por edhe jashtë saj, sepse aspekti i narkotikëve duhet shikohet në nivel më të gjerë rajonal, është prezent edhe në vendin tonë dhe natyrisht se grupet kriminale kanë tendencë të përhapjes saj. Por megjithatë, përgatitja profesionale ka bërë që ne të jemi më të fokusuar në këtë drejtim, edhe natyrisht se i kemi dhënë një prioritet luftës narkotikëve në vend. Po e shohim për shembull që janë rrit disa droga të cilat kanë vlerë më të shtrejtë. Ku janë të prodhuara ato? Bazuar në statistikën e vitit fundit 2025, prezenca e kokainës në vend natyrisht është rrit për një përqindje mund të themi dikon afër 30 deri në 40%, më shumë se në vitet paraprake. Po natyrisht kemi pas një ka tendencë të rritjes edhe të drogave tjera që ne i quajmë droga sintetike, ku janë disa lloje prej tyre, por kokaina është shqetësimi primar për momentin në Kosovë, ku gjatë punës operative që kemi bërë në teren, ne kemi një sasi e madhe kokainës që është konfisku, edhe pse në total, ndoshta se shifër nuk duket shumë, po janë mbi afër 25 kg kokainë konfiskuar gjatë vitit 2025, krahasuar me 2024, ku ka pas sasi më të vogël sa gjysma e saj.